Me gjej një varg në Kur'an që Allahu shpreh dashuri për njerëzimin. Janë vargje të shumta. Unë do të përmend disa. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i do durimtarët. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Në një vend tjetër Zoti i gjithësisë thot: Allahu i do bamirësit. Në një varg tjetër Allahu i lartësuar thot: Inna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin. Allahu i do ata që mbështeten tek ai. Në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot: Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Allahu i do ata që veprojnë drejt. Në një ajet tjetër, pra në një varg tjetër, Zoti i gjithësisë thot: Allahu i do ata që pendohen, pra ata që kthehen tek ai. E shumë vargje të tjera ku i Madhi Zot shpreh dashurinë për njerëzimin, dashurinë për krijesat e tij. Po, a ka njerëz që lexojnë? A ka njerëz që meditojnë? A ka njerëz që e lexojnë Kur'anin dhe meditojnë në fjalët e të Madhit Zot, i cili na do shumë, i cili na fton që ta adhurojmë atë një të vetëm, mos t'i bëjmë atij shok në adhurim.